katër rregulla i mbajnë lidhjet farefisnore ose lidhjet familjare. Ndëgjoni me vëmendje. Thot, lidhjet farefisnore vazhdojnë kur nuk vehen re hollësit, kur nuk i shohin imësit, hollësit. Pedini, kur vjen ai, pse e tha kështu e, pse e qeli derën kështu e, si kish pas kështu e, më tha kështu e, më kungjoj kështu e, kur ja nis çdo lidhje familjare, si t'ja nis me pincet, me i kap imësit, me i kap fjallët, s'munen me vazhdu raportet. Raportet vazhdojnë veç në situatë. Nëse nuk qiten pa hollësi. Numër 2, zhvillohen kur ka knatësi dhe kompromis. Lidhjet familjare kur zhvillohen, avansohen, kur ka kompromis dhe kur ka knatësi. Kompromis është kur të dytë palë shojnë ka pak pe. Edhe kur knaqesh me najt me ta, nihesh, këto raporte zhvillohen. Kjo ka të bëjë edhe me jetën bashkërtore. Jeta bashkërtore ka nevojë për knatësi, po ka nevojë për kompromis. Hajde ti jeto me mu, veçunë të shoj pe kur. Falënderit, shkoj jeto vetë, zotni. Veç që shtamun, ja shkoj jeto vetë. Jeta bashkërtore është kompromis. Ti lëshon pe pak, unë lëshoj pe pak. Ti e përgatit iftarin nga njëherë, ne bëj syfyrin, kompromis. E treta, lidhjet familjare smuren dhe, si me thonë, plaken edhe smuhen, kur e hupin besimin të njëri tjetri. Nëse nuk i beson, s'mund me pas, domethënë, raport familjar. Edhe e funit është, lidhjet familjare vdesin atëherë kur fillojnë hetimet, edhe fillojnë investigimet, ekzaminimet. Si t'ja qelsh dosjet, unë gju këto dhe keme kallzu ku je kane, qa ke boje, pse ke boje, kret. Domethënë, si t'ja nisin hetimet, lidhjet familjare prishin.